Dhe jam natyre tillë. Mëson të luftosh. Po, sepse kur ti e ke besimin që është aty, thjesht nuk po e sheh rrugën, atëherë ti mëson të mos heqësh dorë, por të vazhdosh të kërkosh, vazhdosh të tentosh, të vazhdosh provosh, dhe nëse i bën këto, është e sigurt që doja dalësh. Pikërisht kjo është edhe mënyra se si ju i keni hyrë edhe medjas. Vetë iniciatore që të shkoni në media, të kërkoni vetë punën. Si ka qenë kjo? Si shkoj kërruptim për ty? Atëherë nuk është e vërtet që ju nuk dini për mua edhe unë nuk kam folur për veten time. Ne e dim, po publiku në Kosovë nuk është që din shumë. Kështu që përmes kësaj interviste ka mundësi. Kam qenë shumë e vogël, më thënë, mund kem qenë diku 14 vjeç dhe kam qenë shumë tifoze e futbollit. Ndiqja çdo ndeshje, jo vetëm kampionatit shqiptar, por edhe kampionatit italian, shumë tifoze, dhe qefi i pari imi, ku lindi dëshira për të shkuar, ka qenë për futbolin. Dhe shkrimet e mia të para kanë qenë në gazetën Sporti Popullor, që ka qenë një gazetë në Tiranë. Se kishe kaq dëshirë sportin? Unë sportin vazhdo ta kem shumë dëshirë, vazhdo më pëlqen, por futbolin veçantinat kohë e kam pëlqyer shumë, edhe për një kohë shumë të gjatë. Vazhdoj ta pëlqej, jo, nuk e ndjek më si dikur, por më pëlqen. Dhe në atë kohë kam qenë shumë tifoze në Shqipëri me 17 nëntorin, Sport Klub Tiranën, ndërsa në kampionatin italian me Romën. Edhe sigurisht kisha lojtarët e mi të preferuar, e kisha dhomën të mbushur me fotografi, kështu prera nga revistat, që nuk ishe shumë tipike për një vajzë moshën time në atë kohë. Dhe kisha shumë dëshirë të shkruaja, bëja përkthime të vogla, shkruaja për ndeshje, për lojtar, dhe një moment tash këto dua t'i botoj. Edhe gjej numrin e telefonit të gazetës Sporti Popullor edhe telefonoj aty, nuk e dija që po flisja me kryeredaktorin. Nuk e kisha iden fare. Dhe sa vjeçare ke qenë? Mund kem qenë ndoshta 14 vjeç. Edhe i them, jam Filania, kam bërë disa shkrime, a mund t'i sjell? Fare pa filtra, pa e mendu 2 herë, pa e ditë që qiko pritse, jo kushdo mund të botoj. Edhe ai zotri jam tha, dëgjoj, mi nis një herë. Unë nisa, edhe prisja, lexoja, shifja gazetën çdo më sa herë dilte. Nuk e mbaj mund tani sa shpesh si dilte. Edhe një moment, ka qenë një moment i lumtur për mua, shoh që kishte dalë shkrimin dhe me emrin tim. Edhe u gëzova kaq shumë. Ato momente. Por është një gëzim që me thënë të drejtën, si i rritur nuk e përjeton dot më. Sado që ti mund të arrish gjëra edhe prap të gëzohesh, po është një lloj gëzimi tjetër. Se ishte hera e parë, ishte mosha që sigurisht gëzimi në atë moshë ka të tjera nuanca. Edhe direkt mobilizohem, filloj shkruaj, madje mbaj mend që lojtari im i preferuar ka qenë kapiteni i Romës, Giuseppe Giannini në atë kohë, edhe gjej një shkrim shumë të bukur në një gazetë italiane, edhe marrë përkthej, futem, e bëja, rëzbukuroje kështu, dhe marrë në telefon prap gazetën tani me shumë konfidencë, me shumë besim të vetja se tani isha e konfirmuar, edhe më del prap ky zotëria. Edhe i them, dëgjoj, unë jam Balina, faleminderit, më keni botuar shkrimin, edhe unë kam bërë një tjetër. Dhe ai më thotë, dëgjoj, thotë, ti do ta sjellësh të shkrim, po më përpara do vish do marrësh honoraret që të takojnë për atë që unë të botova. Dhe kjo ishte një, nuk e di, jo qershi, po qa mund të them, një shalqim mbi tort. Sepse as më kishte kaluar në përmendje që unë mund të paguesha për këtë gjë. Ishte thjesht pasione. Ishte pasione dhe kjo puna e parave ishte një gjë ekstra që gjithsesi ishte e mirë, kupton, për që isha dhe e vogël. Edhe madje mbaj mend, më tha, shiko, nuk do blesh në një gjë të madhe me ato para, po një çokoladë mund ta blesh. Edhe unë çka bleve one man? Një çokoladë bleva. Dëgjove. Tash atë çokoladë e kin mendje gjithmonë, besoj. Ka qenë një çokoladë me portokall.
Balina, gjithë këtë rrugtimin tënd prej Balinës 14 vjeçare deri në pikën që je sot, si do ta quaje rrugtimin në gazetari në media? Në gazetari, në media dhe në gjithçka tjetër që unë kam bërë, ka qenë shumë e ngjashme me këtë eksperiencë me sportin popullor. Sepse gjithmonë e kam parë veten duke besuar fillimisht duke patur një ide, pastaj duke besuar tek ajo e pastaj duke tentuar në çdo mënyrë për të arritur atë që kam dashur. Kështu ka qenë, po themi, 90% të rasteve. Sigurisht pastaj mundësitë edhe vinë kur ti fillon konfirmohesh edhe njihesh edhe në punën që bën, por meritën kryesore ja e njoh vetes time, me thënë drejtën, për mbi të gjitha për iniciativën. Edhe për besimin që shikon, nëse provon, do ta bësh. Po sa ka qenë e vështirë si vajzë e re, të futesh në këtë rrugë edhe të kesh kaq shumë vetbesim, edhe t'ja dalësh. Me thënë të drejtën, nuk mund të them se ka qenë shumë e vështirë. A di pse, sepse vetbesimi ndihmon shumë, edhe të ndihmon mos përjetosh edhe një moment kur ti ndoshta nuk ja del. Sepse ti ke atë besimin që prevalon, që është më i fuqishëm, që okej, nuk ja dole sepse s'ishte kjo rruga, po është një rrugë tjetër, e tani gjeja atë rrugën tjetër. Të dëshpëron kjo kur nuk e gjen rrugën më njëherë? Si? Të dëshpëron kjo ose të... Jo, as pak, jo, është motivim më i madh, është një lloj adrenaline për të gjetur. Nuk e di sa kokeme, mund t'ju thaj një histori tjetër për të kuptuar. Sigurisht. Prap e vogël, prap tifoze, isha në shkollë mesme, tek gjuhët e huaja, shumë tifoze futbolli dhe më lindi ideja se unë doja të flisja me lojtarët e skuadrës që pëlqeja. Edhe vrisja mendjen si do ta bëja këtë gjë, sepse që do ta bëja. E bimbër. Çfarë nuk kisha bërë? Kisha çuar letra nëpër gazeta italiane, madje edhe ishin botuar në gazeta sportive të Italisë, edhe ishin botuar sepse mua filluan më vinin letra dhe kartolina nga Italia, nga tifoz, që i shkruanin kësaj vazës në Shqipëri, që ende ishin fillimet, nesa Shqipëria sapo ishte hapur, ishin vitet 90. Edhe nuk ishte një gjë fort, du me thonë, e zakonshme. Edhe kjo vajza tifoze që shkruante dhe kërkonte që të kishte informacione më, e më qonin në revista, më qonin kështu shaje nga këto të sporteve, më erdhi një herë një shall i Romës që e ngula me gozhda në mur. Du me thonë, edhe provova këtë, shkova në ambasadë italiane, çova dhe letër atje për Asociacionin Sportiva Roma atëherë. Edhe gjitha këto, më në fund fare, më lindi një ide. Mora në telefon, ka qenë pagjën e gjale, faqet e verdha të Italisë, ishte një numrator telefonik, të cilë ti telefonoje, dhe ato t'jepni numrin e gjë. Dhe problemi parë ishte që unë duhet gjeja njërë kodin e telefonit të babit, se babi ishte bërë me kod që mos merrim telefonata jashtë, mos bënim telefonata jashtë se kushtonte shumë atë kohë. E kalova këtë vështirësi. Edhe marrën telefon dhe i kërkoj numrin e telefonit të Romës, të klubit sportiv Roma. Më japin numrin e telefonit të recepcionit normalisht, dhe unë bëra në një kohë shumë të shkurtër miq të gjithë recepcionistët, se i merja në telefon dhe bëni muhabete. Pastaj thua nuk jam sociale. Mijët, po flasim 13 vjeç, 14 vjeç. Edhe bëja muhabete, sporti, futbolli, dhe i njoha gjithë me emra, edhe zërat ja dalloja, dhe ata më njihnin. Dhe mbasi farë kohe, kur krija kjo njoja, unë guxova dhe i thash, dëgjoj, Roma do jetë në transfert. Pra do ustoj, do ketë ndeshje jashtë qytetit të vetë, pra kur, jo në Romë, do luante në Milano. Në cilin hotel do luante? Dhe ata më gjetën, më thanë, do jetë në Filan Hotel. Edhe unë, prap pagjën e gjale, prap numrin e hotelit, prap këtë punë me recepcionistët, dhe pasaj deri sa, i thoja recepcionistët, a mund të më lidhesh në telefon me dhomën e Filan lojtari? Mendoja që ishte, as nuk e mendoja që kjo gjë ishte një gjë e vështirë apo e pamundur. Jo, mendoja që kjo gjë do ndodhte. Dhe unë kam folur, jo vetëm kam folur me gjithë lojtarët që desha, po pastaj e perfeksionova këtë sistem kaq mirë, sa unë mund merja kombëtarin italiane, kur shkonte në Coverciano, që bënte grumbullimet.
Unë fillova gradualisht më lidhja të shoqet e mia, Gosën e Gjajës, Motrën, shoqet që ishin gjithashtu tifozë e futboll, do flasësh ti me Xengën, i thoja Gosën e Gjajës, hajde se do arregullojnë se është Interi në transfert. Derisa pastaj babit i erdhi fatura e telefonit. Pikërisht dashte me Dhe nuk i dinte llogaria, është çfarë po ndodh në këtë shtëpi. E kështu. Cili ka reagimi i babit? Historira. Jo, nuk që në një reagim, thjesht mbroj kodin e telefonit edhe ma bëri më të vështirë të gjithë. Përpos këtyre eksperiencave, ndoshta në atë kohë vështira, po tash kur i kujton Balina janë jashtëzakonisht lezetshme edhe të këndshme. Ke pas edhe një eksperiencë tjetër mediatike televizive, ajo si opinioniste. Ka qenë në sezonin e parë të Big Brother VIP Albania. Si ka shku ky rrugtim për ty si opinioniste tash, Balina? Ishte ashtu se që shparë në ekran. Ti se ke përjetu? Shiko, kishte vështirësit, për mua ishte i vështirë. Ishte një eksperiencë shumë interesante. Shumë vetë më pyesin që, Balina, pse pranove, që lidhje kishte me ty, sepse unë në fakt, me thënë të drejton, nuk është se kisha shumë lidhje me showbizin, kisha njohje zero në fakt, pjesën më të madhe të banorëve që unë as nuk i kisha parë ndonjëherë, përveç Ilir Shaqirit, cilin e njiha sepse bashkëmoshatar dhe në një farë mënyre isha rritur duke parë atë në skenë, sepse edhe ai balerin shumë i ri, domethënë dilte në skenë dhe të tjerë nuk i njihja. Po, jo, në falë, njihja dhe Monika Lubonjën, sepse aktore e njohur edhe isha arritur gjithashtu me filmat e saj. Por ishte një eksperiencë që nuk i thoja dot jo, sepse ishte një gjë ndryshe, gjë e re dhe pse pranove? Çka shtyri me? Pikërisht për këtë arsye, domethënë ajo gjëja ndryshe. Gjëja ndryshe. Ta sfidoje veten. Rezultoi, kishte vështirësitë e veta, duke nisur që nga fakti që unë vetë duhet përshtatesha me një gjë që nuk e kisha bërë ndonjëherë, isha re për mua, e duke vjuar me faktin që ishte një gjë e re në tërësi, sepse ishte edicioni i parë i Big Brother VIP Albania, pasi kohë shumë të gjatë që Big Brother në Shqipëri ishte ndërprer, kështu që ishte në një farë për të gjithë ekipin ishte një gjë e re, sigurisht Arbana kishte shumë eksperiencë me Big Brotherin, por prap edhe tek të gjithë ndjehej ajo ngarkesa e gjës së re, përgjegjësia e diçkaje të madhe që po bëhej, edhe unë ndjeva padyshim të amplifikuar, duke shuar pastaj edhe disa vështirësi të natyrës personale, që në atë periudhë i kisha në lidhje me shëndetin, edhe e gjithë ajo periudhë për mua ka qenë një periudhë dil nga spitali dhe shko në Big Brother dhe dil nga Big Brother dhe shko në spital. Ka nditur opinioni këtë gjë? Jo, dhe nuk ishte pse e dinte. Edhe tani e them, sepse është një gjë që ka kaluar dhe ka shumë kohë që ka kaluar, por për këtë arsye ka qenë një eksperiencë edhe diçka më e vështirë për mua, ndërkohë që unë punoja, kisha edhe një punë full time, cilën unë pavarësisht se mbaroja në 3 të mëngjesit, 4 të mëngjesit, duhet isha në mëngjes herët në zyrë, duke punuar në bank, si drejtuese e në gjitha këtu vështirësi që ke kaluar, Balina, ke pas për krajen mbështetjen e familjarëve, ndoshta në këtë rast edhe të partnerit, të ndihmbushotit? Në cilat nga vështirësit? E gjetë forcë tek ata? Në cilat në vështirësit në përgjithësi? Big Brother, puna full time. Prandaj dua t'i ndaj. E para, dua të them që familjarët e mi edhe prindrit, po veçanërisht motrat, sepse mundohem që prindrit për disa gjëra të mos i përfshi në një farë mënyre për t'i mbrojtur disi, siç na takon ta bëjmë prindrit. Pa diskutim që janë mbështetësit e mi më të mëdhenj gjatë gjithë jetës time në çdo vendim që kam marrë, në gjithçka që un kam bërë. Po kështu edhe Andi, është pa diskutim mbështetësi më i madh, nuk më lë vetëm në asgjë, me thënë të drejtën, përveç se kur unë pranova të isha opinioniste në Big Brother. Pse nuk ishte pro? Nuk ishte pro. Nuk ishte pro dhe këtë nuk e kam thënë, e kam lënë të kuptohet, po nuk e kam thënë asnjëherë, po ju a them, sepse nuk është se kanë. Për një 2 muaj, pothuajse nuk kemi folur. Wow. Ishte çështje kokforcie, nuk ishte një gjë, nuk ndodhi një betejë e madhe mes nesh, ishte më tepër një kokforci nga ana e të dyve, sepse unë
doja, dhe më thënë, duke i kështu e parësyshme që, dhe më thënë, duhet edhe ta diskutoja që pëse për të mos shkuar në Big Brother. Por, po. Se e binde, se u pajtuat, se let anash... Nuk ishim nga shkonim, ne të pajtuat. Atë i me një tjetër. Ndoshta edhe kjo, dhe më thënë, edhe kjo kokëforcia, dhe më thënë, e të qëndruarit në këtë mënyrë, pra në qikë në distancë për njëri tjetë gjatë asaj kohë, ishte edhe një luks që njeriu ja lejon vetes, kur ti e ke atë siguri që nuk e asgjë për të humbur. Kupton, po është thjesht një betejë vockël nga këto të shumta që